U ka dashur rast mas rasti të gjykojmë, por pacienti shqiptar, kur kërkon ndihmë, pra kur vjen te mjeku, në rastet më të mëdha, pra në shumicën e rasteve ka kaluar fazën e çajit, paracetamolit, dushit të nxehtë, pra edhe çajit me dafin ose këto mjekimet në kushtet e shtëpisë, pra na u ka dashur që të bëjmë skema të gjëra mjekimi në shumicën e rasteve. Kuptoj, edhe antibiotik. Po, në shumicën e rasteve, kanë ardhur të komplikuar me sinuzite, me sekrecione të ngjitura të pamundura për të pastruar, po, të pamundur për të shkolitur nga unda, nga qelza, nga mushkëria, me temperaturë të lartë, me otite me temperaturë 39, që veshi, pra kur smuret veshi, rrallë jep me njerë temperaturën, ndërkohë rastet që vinin mas tyre virozave, vinin me një infekcion fulminant, shumë të shpejt të klinikës së veshit. Klinika e veshit, pra kryesisht e kanë sjell problemin me infeksionin në vesh. Po kur vinte ne kështu, o veshi, o sinuset... Patjetër, sigurisht, po e kam fjalën, si ka mundësi që, sepse kam dëgjuar shumë shpesh dhe tani që përmendët ju që kanë patur probleme me veshin. Pra është dashur të shkojnë tek një ORL edhe për të marrë një mjekim, është bllokuar veshi, ka thënë, nuk dëgjoj mirë. Tipike këtyre rasteve, si po shpjegoja, kanë pasur sekrecionet e trasha dhe të vështira për të pastruar, për të eliminuar. Qoftë me shfryrje nga përpara undës, qoftë në formë kolle ose qoftë në formën e pastrimit që bëjmë çdo mëngjes të qelzës. Dhe për ne mjekët ORL dihet që sekrecionet për kohë të gjatë në hund dhe në anekset e undës do të thotë përkthehen gjithmonë një bllokim dhe depërtim të këtyre sekrecioneve në vesh, ku janë një ambient ideal për rritjen e mikrobeve. Prandaj kemi pasur këto raste që kishin dhimbje të forta veshi, bllokim të veshit dhe edhe mbasi me kohë infeksionit, të themi 10 ditë me antibiotik, veshi mund të rinte i bllokuar dhe një muaj tjetër. Pra vështirësi për të eliminuar këto sekrecionet themi qurre në vesh. Kanë qenë të tmerrshme. Po, rezistente dhe shumë të trasha. Pra kemi përdorur mukolitik shumë nga hollusit e sekrecioneve, shurupe për fëmijët edhe kapsula e bustina. Sa të rëndësishme janë këto proceset e inhalimit, këto që janë që më përdore ndonjëherë edhe për fëmijët që... Për fëmijët... Në këtë periudhën e gripit edhe të virozës, po edhe të këtyre alergjik, të sezonit alergjik, Për nëse në varet çfarë, unë them gjithmonë varet te ajo makineria ku avullohen medikamenti, varet se çfarë hedh. Në rastet që aty hidhet një antialergjik, antiinflamator i fortë ose solucione të kortizonit, sidomos për pemën bronkiale, besoj që vepron shumë mirë. Kurse në rastet që shikoj ju është bërves, kemi shumë prindër që vjen pak fiziologjik e avullojnë në maskën me njërë fëmis, kanë dëshirë të madhe të ta bëjnë atë, mendoj që nuk është se është një aks pasaj po. Jo e tepërt, nuk është se bën dëm nuk bën, por nuk është se bën një mrekulli.